Kosovë s'ka musliman heq. E mbon 1.000 xhamia, asë janë 20.000 musliman. Dhe rajnë ta, statistikat kompleta rajnë. Po qënë më në ti, bëhet dreka, bëhet Ramazani, bëhet tonë, se nalin kërkës e tidën edhe se bëllafat bunë. Momentin edhe rastin, e gjitha tyne që kanë qef me e bo shtetin e Kosovë. Pra, në gjithë ta që jemi sot, që jenë largu për e vetëvendosur, ta nuk jenë mashru në kuptimin e thjesht fjallës. Këta i mashron Kosova, i mashron atë dhejë dhe këtë. Muë, ka mashru veç Kosova. Edhe vazhdon halen të mashron Kosova. Adhejo për një tarë më të mirë. Adhejo për një më të mirë. Adhejo në rëzik. Në asë njëherë s'kemi... Ekonomia oro. Mo le ekonomin, për s'kemi njerë, s'kemi rini, s'kemi popullsi. Këtu për dominon, më në të shemë për marë. A ka ma të tërë për lideret të Kosovës, për kryministin, për presidentën, pastaj për Lumen Abdegjikun, për Pëdëkën, për Ramos Haradinin. Më quhet ditën e Bajramit edhe me shkuem ju majt atyne ligjerata Naim Tërnava. Kush është Naim Tërnava? Një shërbëtor në dorë të Erdoganit. Një shërbëtor në shërbim të islamizmit anti-shqiptar. Pra islami është rreziku më i madh i këtij populli. Nuk është rreziku lufta. Lufta i vretnimi vetë, për s'ka problemi. Problemi është kur një luftë bëhet, që është islami sot, që përdojnë me shlyje të mendore të shqip, përdojnë me shlyje fjallën e gjuhës shqipe, përdojnë me shue institucionet. Pse po mendon ti që është Qa? islami? Islami s'na ka sjellë kur gjuhët. Për shembull, ka ma të Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe Evropa, na kanë shlirua. Edhe e dyta është pyetje, ku janë Amerikanë sot? A janë luftë me Izraelin në Shtetet Arabe. Po Kosova është popull me ma shumë musliman. Kusa? Kosovë s'ka musliman heq. E mbon 1.000 xhamia, asë janë 20.000 musliman. Dhe rajnë ta, statistikat kompleta rajnë. Po qënë më në ti, bëhet dreka, bëhet Ramazani, bëhet tonë, se nalin kërkës e tidën edhe se bëllafat bunë. Muslimoni s'ka nevoj me folë, qka ka nevoj me hëgjëllartë, se dikush me folë për islamin, me folë muë, dhe kështu. O të dështë, të se njefë islamin ma mirë sënë. Se po jëmë profesor magjister historisë, bile isha bëhet doktor shkencës, më s'pa qenja 7-8 vjetë burg, 10 vjetë burg. Koranin e këmë lezu, Biblin e këmë lezu, ato asë gjotë vërtet s'ka. Ato kret është fantazi. Ato çdo gjë është e krijuar, sikurse për shembull te fjalët e urta dhe te prallat që janë formuar dhe janë krijuar. Se po mendon që në Koran edhe në Bibël ekzistojnë fantazita? Se ti shpëmena. Njeriu ka filluar me kriju fantazi, prej që është krijuar si popull. Edhe tash llogarete, në momentin kur është forcuar Islami, është fjala prej vitit 700. Deri sot domthonë është e funit popullit të cilët e kanë Islamin si fe, si besim, si religion, ata janë me të krejt mbrapa. Llogaretit e për shembull. Ti je kundër fesë muslimane? Ja, unë jam kundër asnjë feje. Unë jam veç kundër keqpërdorimit. Ti po thua që... Edhe tash po duhet ta thonë edhe kjo, që kjo që ka ndodhur sot, edhe që po ndodh te Islami, kjo ka ndodhur në vitin 1200 te evropianët krishterë. Edhe në vitin 1500, në shekullin 16, kur dal Martin Luteri dhe ju ka thonë, Papa i Romës, krishterizmi vetëm ju gënjen, ata janë mashtrues, janë dilëngji. Edhe ka filluar lufta në mes të lëvizjes anti krishtere, të predikimit të Papës të Romës, edhe me qytetarët, saqë popullit e Evropës, pastaj Gjermania, ata kanë arrit me dominua edhe me fitua dhe skriju protestantizmi. Në momenti kur ka dalë në skenë si religion, si fe, protestantizmi, si pjesë e kësaj pune, o zhvillua Anglia, o zhvillua Zvicra, o zhvillua Gjermania dhe o zhvillua krejt bota, dhe o zhvillua edhe krejt Evropa. Këtu është qendrën problemi. Hajde po nalëm për shembull, krishterizmi mesetar, ose krishterizmi, i cili është dëshmia më e mirë asaj se ato ku dominon krishterizmi, ato ku dominojnë religionet, ato ka veç komje dhe mbrapa me të ri.
Për shembull, kristianizmi katolik, po edhe ortodoks, në Amerikën Jugore, ende dominojnë atë sistemin dhe formën e vjetër. Ku janë? Ku është Argentina, ku është për shembull Bolivia, ku është për shembull kjo Brazili, ku janë? Janë shtetet të cilat janë shumë mrapa në raport me Evropën e shtetet ku dominon protestantizmi, sepse protestantizmi është një besim, një religion i krijuar për njerëz të mençur, që askush nuk ta ndalon besimin, askush ta ndalon në religion. Po para se me besu edhe me i bo këto gjështet, ty duhet formimi si njeri, ty duhet shkenca, ty duhet teknologjia, ty duhet. Llogaritë për shembull me pamet bota sot, me sistemin e qeverisjes edhe me nivelin e ullt të zhvillimit të vende arabe. Unë më pëlqejnë shumë edhe shumë arabe, shumë modullar, po dalin e po propagandojnë. Qa po thojnë? Na flasëm për islamin, as dim një besaki se më gjithë. Na flasëm për islamin, as jemi gjendje një telefoni është i të tjerëve. Se qka kemë më kërkosna? Nuk mundet me qenë fukaraja besimtari mirë. Ose nuk mundet me qenë fukaraja i varfëri me mendu mirë dhe me mendu shëndetshëm. A di pse? Sepse ai s'ka son me mendu mirë e drejtë. Se son i arrit. Jo se arrin. Ai me konë që është i mençur, ai është i pasur. Pra, njerëzit nuk janë problemi që s'do të mu pasun unë, po s'din kam janë njësë. Diçka në gjajshë me dhënë. Për shembull, prej vitit 1981 e marrë me politikë e diplomaci, pas njëherë nuk kam ditë mjaft me kalkulu edhe me shfrytzu situatën që me qenin pasur. Po të gjithë kanë kaluar nëpërmjet kurrizit tonë e disa shokëve tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit.